بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتم التسليم أما بعد. Vazhdojmë me shpjegimin e akidës tahawije, të cilën ka përmbledhur Imam Tahawi, pra ka përmbledhur akiden e ehli sunetit, pra pasuesve të sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka folur autori në mësimet që kemi kaluar, ka folur për besimin në Allah, ka folur për cilësit, emrat dhe cilësit e Allahut, gjëra që lidhen me besimin e tij, njësimin e tij dhe veprat e tij subhanahu wa ta'ala. Vazhdon autori në këtë mësim duke folur për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot: "Wa anna Muhammadan 'abduhu al-Mustafa wa nabiyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin." Dhe se Muhamedi është robi i tij i zgjedhur, profeti i tij i përzgjedhur, i dërguar i tij i dashur, vula e profetëve, imami i të devotshëmve, prijes i të dërguarve dhe njeriu më i dashur i Zotit botëve. Dëshmia e profetit se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut është nga bazat e fesë, dhe se të dyja dëshmit, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, nuk bën njëra dobi pa tjetrën. Pra nëse mungon njëra nga këto të dyja, atëherë bie poshtë edhe tjetra. Madje, nëse mohon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut, ke mohuar edhe pjesën e parë, ke mohuar edhe Allahun krijuesin e gjithësisë. Në këtë mësim inshallah do flasim për profecinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe disa çështje që lidhen me të. E para, duhet ta dim, edhe ne e dim, përse përsëritja ka dobi, se ai është profeti i fundit dhe nuk ka profet pas tij. Rëndësia që ka kjo temë është sepse pas vdekjes profetit sallallahu alaihi wasallam janë përhapur shumë njerëzit të cilët e pretendojnë profecinë. Disa profeti sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar për ta që do të dalin, e disa të tjerë kanë dalë, domethënë, përtej atyre që ka paralajmëruar profeti sallallahu alaihi wasallam, kështu që kuptimi i kësaj e ndihmon shumë njeriu, që mos të bie pre nga dashamirësia që ka njeriu për të besuar në Zot, për t'ju afruar fesë. Mund të besoj, domethënë, ndërkohë që Allahu thot profeti Muhammed është i fundit. Mund të besoj të tjerë, pse? Nga dëshira dhe nga dashuria, po nga ignoranca gjithashtu bie pre. Ka përmendur autori profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me disa cilësi. E para thot ai është Abdullahi al-Mustafa, rob i zgjedhur i Allahut. Çfarë do të thotë i zgjedhur? I zgjedhur do të thotë i favorizuar, i privilegjuar apo i veçuar. Pra më i miri ke këta të zgjedhurit, profetët e zgjedhur, më i miri është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti i përzgjedhur, an-Nabiul Mujtaba. Pra kjo është dallim në zgjedhje, dallim në privilegj dhe në favorizim. Atëherë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është profeti i cili Allahu e ka zgjedhur, siç ka zgjedhur profetët para tij. Wa kadhalika yajtabika rabbuk. Thot Allahu, dhe kështu Zoti yt ka zgjedhur ty. Pra Allahu subhanahu wa taala e dallon me këtë mirësi të madhe dhe gradë të lartë, që është grada e profecisë. Wa rasuluhu al-murtada, i dërguar i tij i dashur. Illa men irtada min rasul. Allahu thot, pra
përveç atij cilin ai e do prej të dërguarve. Pra që Allahu e ka përmend autori që Allahu e don profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu është i kënaqur me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për shkak se ai e ka mbajt këtë amanet, këtë fe, profecinë dhe dërgimin, pra përçimin e fesë Allahut tek njerëzit. Khatemul Anbiya, thot është vula e profetëve. Kjo do të thotë që është profeti i fundit me cilin është vulos, është mbyll profecia dhe nuk ka profeci mbas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imamul Atqiya është imam i njerëzve të devotshëm. Imam është ai që pasohet dhe merret për shembull, qoftë për mirë apo për keq. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ رَبِّنَا, thot Allahu, dhe nga mesi i tyre ne kemi caktuar prisa që me urdhrin ton kanë udhëzuar në rrugë të drejtë. Pra, kjo është pjesa që tham që ndiqet dhe pasohet dhe merret për shembull për mirë. Gjithashtu Allahu thot وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Thot dhe ne i bëm ata prisa dhe ata i bëm prisa që thrasin për zjarr. Pra i lam në atë që ishin dhe u bën domethënë thirrsa për në keq. Allahu na rujt. Pra fjala imam prijes i kemi të dy aspektet, qoftë për mirë apo qoftë për keq. Ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam padyshim që është imami më i madh, prijesi më i madh në çështjet e mirësisë, mirësi, në vepra të mira. Dhe shembulli më i mirë për tu pasu. Allahu thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Edhe ke i dërguar i Allahut, ju kishit shembullin më të mirë, më të përsosur. Sallallahu alaihi wasallam. Kurse të devotshmit janë ata të cilët e kanë përsosur besimin e tyre. Edhe këto të devotshmit janë, domethënë, ata që janë afruar Allahut me vepra të mira dhe me sinqeritet. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është imami i tyre. Thot wa sayyidul mursalin, pra më i miri i të dërguarve, wa habibu rabbil alamin, pra që Allahu, pra i dashur i Zotit botëve, që Allahu e don profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Te kjo fjali që tha autori për profetin sallallahu alaihi wasallam kemi disa çështje. 7 çështje. Mirë, po sot vetëm një do të përmendim prej tyne, për shkak se normalisht ka pak material. Çështja e parë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profeti i Allahut padyshim, me të vërtetë, dhe në këtë gjë domethënë nuk ka diskutim. Pra këtë duhet ta ngulisin njerëzit, domethënë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka dyshimin më të vogël që ai është i dërguar prej Allahut. Ky është rregull, madje ky është nga rregullat më të rëndësishëm dhe më të qartë. Dhe argumentet rreth këtij rregullit janë shumë. Argumentet, edhe këtë rregullin keni parasysh, vëllezër, argumentet e bazave të besimit, dëshmia se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, a është dëshmi është bazë e besimit. Pa këtë nuk futesh në fe, apo jo? Argumentet për bazat e besimit o vëllezër janë argumente imponuese, nënshtruese. Argumente domethënë që të imponohen e nënshtrojnë atë person i cili e kundërshton, do ta kundërshtojë të vërtetën. Prej mirësisë Allahut është që nuk kalon domethënë për njerëzit keq kuptim. Dhe argumentet e bazave të besimit pash Allahun janë nënshtruese dhe në moment që njeriu nuk i beson ato, dije që nuk ka problem tjetër vetëm se ai po ndjek pasionin e vet. Sepse në vetvete argumentet janë se nuk ka diskutim dhe nuk ka dyshim në to. Thot Allahu: "Men yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a." Kur Allahu dëshiron ta lërë dikë në humbje, ti nuk mund bësh asgjë për ta penguar pra caktimin e Allahut. Para se të futemi te argumentet e
profecisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kemi 4 parathënie që do t'i përmendim inshallah. Edhe parathënia e parë prej tyre është dërgimi i të dërguarve prej Allahut lartësuar është një rezultat apo një shenjë prej rezultateve apo prej shenjave të cilësimit të Allahut me urtësi dhe me mëshirë. Që do të thotë? Allahu i lartësuar është i urtë. Allahu i lartësuar është i mëshirshëm. Dhe për shkak të kësaj urtësie dhe për shkak të kësaj mëshire i dërgoi të dërguarit përgëzues dhe paralajmërues. Pasi nevoja e njerëzve për besimin në Allah është nevoja më e madhe se nevoja ngrënies dhe pirjes e kështu me radhë. Dhe profetët janë ata të cilët i mësojnë njerëzve fen, i mësojnë se si të njohin Zotin, si të adhurojnë Zotin, si ta njësojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe i orientojnë njerëzit tek më e mira, i orientojnë njerëzit në adhurim. Ndërsa kjo dynja është dynja e mallkuar dhe shpirtrat, pra njerëzit janë në errësirë, përveç atij që Allahu e ndriçon për me dritën e profecisë. Parathënia e dytë, mirësia e Allahut ndaj nesh që na bëri pjesë të këtij ummeti dhe na bëri pasues dhe dërgoi tek ne profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam është mirësia dhe dhurata më e madhe që na ka dhënë. Thot Allahu: "Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin." Allahu i lartësuar u ka dhënë besimtarve dhuratë të madhe kur u solli një të dërguar nga mesi i tyre, i cili u lexon shpalljet e tij, i pastron nga gjunahet dhe u mëson librin, Kur'anin, urtësinë, pra sunetin apo diturinë fetare, edhe pse më parë me të vërtet ata ishin në rrugë krejt gabuar. Pra, çdo njeri është i humbur, si thot Allahu në hadithin qudsi: "Kullukum dallun illa man hadaytu." Të gjithë jeni të humbur përveç atij që unë e kam udhëzuar, thot Allahu, krijuesi i gjithësisë. Dhe ne do të ishim të humbur, të çoroditur, të zhytur në errësirë dhe Allahu, pra nëse Allahu nuk do dërgonte tek ne të dërguar dhe nëse nuk do dërgonte tek ne këtë profet fisnik sallallahu alaihi wasallam. Parathënia e tretë, shtadish se dallimi midis profetëve të vërtet, profetët e vërtet që vinë prej Allahut dhe profetizuesve apo fallxorëve të rrem është një nga gjërat më të lehta për njeriu, pasha Allahun. Nëse dikujt do t'i paraqitej një ushqim i mirë, i freskët me një ushqim të prishur dhe të keq, a do ta dallonte ai këtë gjë? Normal që do ta dallonte. Nëse do t'i paraqitej një parfum me erë të mirë me një pislik me erë të keqe, a do ta dallonte kush është e mira dhe e keqja? Normal që do ta dallonte. Dallimi për dallu se kush është profet e kush është mashtrues është akoma më i lehtë, ka bëu Allahu të lehtë. Pse? Sepse ne e dim që profetësinë nuk e pretendon vetëm se një prej dy njerëzve. Ose është njeriu më i mirë, ose është njeriu më i keq dhe më i pisët. Apo jo? Kështu që pa u fut shumë, domethënë mendime, personi di ta dalloj duke e pa një person. Nëse ka para vetes një personin më të mirë edhe një personin më të keq. Pa ju fut fare çfarë jetë ka ky, çfarë jetë ka ai, dallohet që në fytyrë. Pra e ka bëu Allahu subhanahu wa taala këtë çështje të lehtë për të kuptuar, domethënë. Pra, prej mëshirës Allahut të lartësuar ndaj nesh është që e bëri të lehtë dallimin midis mirës dhe të keqes. E ka vendosur Allahu tek ne në fitra, në esencën tonë po themi, që gjërat që janë të qarta, që kjo është e mirë, kjo është e keqe, njeriu i dallon. Parathënia e katërt, prej mëshirës së Allahut të lartësuar është që nuk ka dërguar prej të dërguarve vetëm se atë të cilin ka arritur përsosjen në cilësitë njerëzore. Dhe është i përkrahur me argumente të qarta orientuese për tek e mira. Allahu thot: "Laqad arsalna rusulana bil bayinat."
Ne thot i kemi dërguar të dërguarit tanë me prova të qarta. Pra Allahu kur dërgon një profet, dërgon njeriu më të mirë që është përsos në cilësitë njerëzore. Njeriu më të mirë dhe më të përkryer në cilësitë njerëzore. Edhe bashkë me ato e kanë ndihmuar me argumente dhe me prova të qarta, të cilat dëshmojnë për vërtetësinë e tyre. Dhe kjo, sikur se tham, është prej mirësisë së Allahut të lartësuar, sepse dërgimi i profetëve dhe zbritja e librave është prej argumenteve të Allahut ndaj krijesave. Dhe këto argumente duhet patjetër që të jenë të qarta, në mënyrë që ta ngrenë justifikimin prej njerëzve. Pra, kur të vi argumenti, nuk ka më vend për justifikim, se ti ka thënë Allahu të gjitha mundësitë që ti ta kuptosh të vërtetën. Thot Allahu: "Rusulan mubashirin wa mundhirin li an la yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Dhe Allahu vetë dëshmon duke thot: "Këta janë të dërguar që kanë sjell lajme të mira e kanë paralajmëruar në mënyrë që njerëzit mos kenë asnjë justifikim ndaj Allahut pas ardhjes së dërguarve." Pra Allahu po thot që këta dërguar kur të vinë nuk ka më justifikim, pse se i ka thënë në mënyrë që njeriu e dallon kush është i mirë, pra e dallon e kupton që ky është profet dhe i ka ndihmu me argumente që janë të qarta në mënyrë që mos ketë më justifikim. Thot gjithashtu në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam: "La ahada ahabbu ilayhi al-'udhru min Allah, min ajli dhalika anzala al-kitab wa arsala ar-rusul." Nuk ka asnjë thot që e pëlqen justifikimin më shumë se sa Allahu. Pra Allahu vetë do të jetë justifikuar para njerëzve. Për këtë arsye thot i ka zbritur librat dhe i ka dërguar dërguarit. Që mos t'i dali njeriu robi nesër pas nesër, Allah po ti nuk ma ke thënë. Ka. Allahu e ka thënë dhe është i justifikuar Allahu para krijesave. Pra të dërguarit alayhimus salatu wassalam janë të përkrahur me argumente që tregojnë për vërtetësinë e tyre. Përveç faktit, pra kjo është diçka shtesë punë argumentit, po përveç kësaj njohja që njerëzit i kanë njoftë ato para profetësisë mjafton për t'i udhëzuar zemrat e shëndosha, zemrat e pastra, për ta kuptuar që ky njeri është njeri, domethënë nuk flet kot, nuk gënjen. E çfarë thuhet pastaj kur përveç jetës tyre dhe cilësive të tyre Allahu i ka thënë argumente, qofshin argumente domethënë mrekullira apo argumente të bindse, domethënë nëpërmjet fjalës tij apo logjikës. Allahu i lartësuar nuk ka dërguar asnjë profet veçse ka pajisë me argumente dhe shenja të qarta, të cilat janë të mjaftueshme që njerëzit besojnë nëpërmjet tyre. Pra kur Allahu çon një profet me argumente, ato argumente janë të mjaftueshme për atë njerëz që ai të besojë. Dhe nuk kalon Allahu në një mangësi që thosh kjo nuk mjafton. Çdo gjë është e qartë. Ky është rregull i përgjithshëm për të gjithë profetët. Dhe ajo që ju dha profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nga këto shenja ishte argumenti dhe shenja më madhështore, pra Kurani. Kurani do të thënë që për argumenteve më të mëdha është fjala e Allahut, është do të thonë ajo fjalë që arabët në atë kohë, edhe pse ishin poet, ishin njerëz gjuhës, u shtangën para këtij Kurani. U shtangën. Ka bereqet, qetësohen zemrat kur e ngjon. Pra Kurani është mrekullim vete. Pas kësaj themi që argumentet të cilat vërtetojnë profecinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe vërtetësinë e mesazhit të tij janë shumë. Dhe mbledhja e këtyre argumenteve, pra ne thamë që argumentet janë qarta, mirë po argumentet realisht janë shumë. E me i mbledh këto argumente nuk është e mundur. Ose është e vështirë, po themi. Thot një varg poezie: "Wa mu'jizatu sayyidil anba'i kathiratun jallat 'anil ihsa'i." Thot mrekullit e prijesit të profetëve janë të shumta, thot, që është shumë e lartë, domethënë me i mbledh ato. Është diçka e largët me i mbledh ato. Vetëm për mrekullit, pra, për mrekullit gjërat, çfarë është mrekullia? Mrekullia është diçka që
nuk ndodh në të zakonshme njerëzore, është diçka përtej kapacitetit njerëzor. Vetëm këto mrekullitë e profetit sallallahu alaihi wasallam, disa kanë thënë që arrin deri në 1000 mrekulli. Disa të tjerë thonë që arrin deri në 3000. E mbase është parsore të themi Allahu e di më së miri, që çështja është akoma më madhështore se kaq. Çdo ajet i profetit, çdo ajet në Kur'an, në librin e Allahut, dhe çdo hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo qëndrim që ai e ka mbajt në jetën e tij sallallahu alaihi wasallam është argument se ai me të vërtet është i dërguar i Allahut dhe e kupton këtë gjë, domethënë çdo njeri që ka zemër të shëndosh dhe ka kuptim. Pra dhe e hap zemrën e tij dhe mendjen e tij kundrejt vërtetës dhe jo nga ata që e mbyllin dhe nuk duan ta pranojnë. Çfarë do të jetë, ato thjesht nuk duan ta pranojnë. Pra një person që ka zemër të shëndosh dhe ka arsye, nuk mund të kaloj fakti se ky burr, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë është i dërguar i Allahut. Mirpo, nëse duam të përmendim argumentet për profecinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përmendim vetëm bazat, pra kryesoret. Edhe këto janë në 8 argumente kryesore. Argumenti i parë, jeta dhe sjellja e profetit sallallahu alaihi wasallam para profecisë. Ai ishte personi, domethënë, që arabët kurejshët në atë kohë e njihshin i sinqerti dhe i besueshmi. Nuk ka gënjur ndonjëherë, domethënë, ai burr sallallahu alaihi wasallam në jetën e vet. A është e mundur që një person që nuk ka gënjur asnjëherë për çështjet e njerëzve të gënjej për Allahun krijuesin e gjithësisë në moment që arrin moshën 40 vjeçare? Edhe ka qenë në rregull nga arsyeja, a është e mundur që të gënjej një person i tillë? Normalisht jo. Nuk ka dalë prej tij sallallahu alaihi wasallam asnjë gabim apo sjellje e pahishme në rininë e tij, as në një devijim, ato devijimet që kanë qenë zakonshme në mesin e rinisë, të rinjve të asaj kohe. Madje, edhe sikur mos kishte ndonjë mrekulli të qartë që e mbështet atë, mjafton arsyeja e shëndoshë e njeriu që ta dallojë të vërtetën vetëm duke pa jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Argumenti i dytë, pra, pikërisht ajo që tham, jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam mbasi ka ardhur profecia. Këtu mjafton të përmendim vetëm fjalën që ka thënë Ibn Hazmi, Allahu mëshiroft, që thotë nëse nuk do të kishte profeti jon sallallahu alaihi wasallam në një mrekulli përveç jetës vet, kjo do mjaftonte, thotë. Kush e studion, kush e shikon jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, kjo i mjafton me kuptuar që ky nuk ka qenë njeri si gjithë tjerët, por ka qenë profet i dërguar prej Allahut të lartësuar. Kjo argumenti i tretë, profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar gjëra të fshehta dhe të padukshme. Edhe kjo ndahet në 2 aspekte. E para, profeti ka treguar shumë ngjarje që do të ndodhin në të ardhmen. Dhe këto ngjarje ndodhen. Sikurse ka paralajmëruar, domethënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një provë dhe një argument i qartë që ky nuk fliste nga vetja, por ka qenë shpallje për Allahut, se ku e dinte ky sallallahu alaihi wasallam. Dhe aspekti i dytë, vetë fakti që profeti sallallahu alaihi wasallam kur i tregonte këto ngjarje që ishin të fshehta, i tregonte me guxim dhe pa dyshimin më të vogël, nuk kishte asnjë lloj luhatje. Për shembull kur i zbriste ndonjë ajet kuranor për një ngjarje që do të ndodhte, kjo tregon që ai ishte i bindur dhe është treguesi i profecisë së tij sallallahu alaihi wasallam kur flet në ajetin që thot Allahu ghulibatir rum fi adna al-ardhi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Thot u mundën bizantinët në afërsitë të tokës arabe, por pas thyerjes së tyre me siguri do të triumfojnë, thot. Pra do të fitojnë. Ku e dinte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ato do të triumfojnë? Megjithatë, ai ishte i bindur. Dhe kjo është tregues për profecinë e tij sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk pati asnjë lloj dyshimi dhe e tha me bindje të plotë.
Se po të ishte gënjeshtar dhe ne e dim që nuk është gënjeshtar, sallallahu alaihi wasallam, atëherë s'do kishte guxim ta thonte këtë lloj ajeti, se domethënë do të kishte dyshim në vete që a ndodh as ndodh kjo gjë. Por ai sallallahu alaihi wasallam foli dhe jo vetëm një herë apo dy, por shumë dhe shumë herë ka fol, dhe çdo herë ka fol me siguri të plot. Vetëm ky mjafton si fakt, domethënë si dëshmi se ai është me të vërtetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, se çfarë i vjen prej Allahut, ai e thot dhe është i bindur në të. Argumenti i katërt, shenjat e prekshme. Pra, të ndjeshme po themi që i kanë shikuar, që të i kalojnë kapacitetin njerëzor, pra mrekullit. Këto janë ndodhi jashtë normales, që Allahu i bëri të ndodhin nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të cilat shumë njerëz pra ne i njohim me fjalën mrekulli. Këto janë argument vetvete se këto gjëra nuk i bën dot njeri. Edhe përveç se i tregon kur e sfidojnë populli vet, nëse ti je profet na sill këtë shenjë, ai përveç se ja çon atë shenjën, po e lidh me profecinë e tij dhe jo për të fituar diçka pozit tek ta. Por se thot, ja un tani, do thon, ja usolla këtë shenjë, hajde besoni. Disa prej këtyre shenjave janë çarja e hënës. E dini gjithë ngjarjen që i kërkuan nëse je profet, boje këtë gjë. Dhe me lejen e Allahut ndodhi, edhe prap nuk besuan. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam të gjitha këto kur ja ka bë, ka qenë me qëllim jo që të fitoj me i tregu që un jam njeri i mirë. Jo. Un po ju përgjigjem në kërkesën tuaj dhe ju hajde besoni. Kur ka shtuar ushqim në një mënyrë të mrekullueshme, kur ka dal ujë prej gishtave të tij sallallahu alaihi wasallam dhe kanë marrë abdes shumë prej muslimanëve. Në nshtrimi i drujve kur i thonte pemës çohu dhe hajde. Dilte pema me rrënjë siç ishte dhe lëvizte aty ku i thonte profetit sallallahu alaihi wasallam. Këto dhe shumë gjëra tjera që kanë ndodhur gjatë jetës së tij sallallahu alaihi wasallam janë shenja të qarta, të dukshme se me të vërtetë ai ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, nëse një gjë domethënë që të i kalon logjikën njerëzore, ndodh pasi profeti e shpall veten të dërguar dhe e lidh këtë me thirrjen e vet, atëherë nuk mbetet asnjë dyshim se ai është me të vërtetë, se ai është i vërtetë në fjalën e tij. Se nuk po kërkon me fitu post apo pozit, po thot urdhro. Ju përgjigja dhe me lejen e Allahut kjo gjë do të bëhet, hajde besoni në Allah. Argumenti i pestë, gjendja e profetit sallallahu alaihi wasallam gjatë thirrjes. Kushdo që gënjen o vëllezër, kushdo që pretendon profecinë dhe është mashtrues, është gënjeshtar, nuk ka vetëm se synim dynjan, apo jo. Ai do të fitojë dynja. Do që e pretendon që është profet, që njerëzit ta pasojnë këtë edhe t'i japin dynjallik. Ndërkohë profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës vet ka jetuar një jetë modeste. Edhe ja ofron gjitha, i thanë të bëjmë të pasur, të bëjmë mbret, të bëjmë këtë, të bëjmë atë, edhe nuk ka heq dorë nga kjo thirrje. Kjo tregon domethënë që ka qenë i sinqert dhe i vërtet në thirrjen e tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe siç tham domethënë ai që mashtron, që gënjen, ai do të arrijë dynjan. Lind pyetja pra, a ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam i tillë? A ka qenë i prirur për kënaqësitë e kësaj bote? Përgjigjja është e qartë, siç tham, ai ka qenë prej njerëzve më të modest, më modest domethënë që kanë jetuar në këtë botë. Shpesh herë ngelej i uritur sallallahu alaihi wasallam. Zjarri për muaj të tërë nuk ndizej në shtëpinë e tij pra për të gatuar. Nëse do donte, ai do të kishte jetuar më mirë se gjithë mbretërit. Mirë po zgjodhi që mos e bënte sallallahu alaihi wasallam. Ai e largonte pasurinë, një hadith që ka ardhur në Sahihun e Buhariut, thot, po të kisha ardhur, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, me sasi të mëdha nuk do më kalonin 3 ditë vetëm se ta kisha nxjerr. Edhe jeta e tij e ka treguar që ai nuk i trembej pasurisë sallallahu alaihi wasallam. A është kjo sjellja e një njeriu që do të përfitojë mirat e kësaj bote? Normalisht jo.
madje dhe familja e tij nuk përfitoi gjë nga profecia, nga fakti që ishte profet. Mirë vetë pas familja, domethënë. Ai i tha, ne profetët thotë nuk lem trashëgimi. Çfarë lem ne është sadaka. Edhe pas vdekjes tij as familja e tij nuk i ngeli gjë prej tij sallallahu alaihi wasallam, mirë po gjithë pasuria që pak ishte ajo pasuri që ngeli para vdekjes, i tha nxirreni dhe bëjeni sadaka. Në rastin kur shpifën për Aishen radhiyallahu anha, nëse ky do të ishte një njeri gënjeshtar, a nuk do të thonte direkt ai, jo, ka zbrit Allahu ajet që gruaja ime është e pafajshme. Nëse do të ishte njeri gënjeshtar, direkt ishte për ta bë. Kur shpifën që Aisha është imoral, ka bë gjunaf, ka bë haram. Nëse do të ishte njeri gënjeshtar, ai do kishte thonë jo, sepse po ma shpall Allahu tani që nuk e ka bë. Megjithatë nuk e tha, po priti derisa t'i vinte shpallje për Allahut. Ky është tregues, domethënë ky është argument që ai ka qenë profet. Nuk gënjente ai njeri për Allahun e lartësuar. Kur të vinte shpallja, atëherë ai fliste me të. Nëse nuk kishte shpallje, ai rinte i heshtur. E shumë ngjarje domethënë që janë nga jeta e tij. Një rast besimi që ai kishte në Allahun e lartësuar dhe se Allahu kishte për ta mbrojtë. Shokët e tij mblidheshin shpesh, qëndronin tek shtëpia e tij sallallahu alaihi wasallam për ta mbrojtë. Pra nga frika se u shtua dëmi që i bënin jo besimtarët muslimanëve, edhe rinin vërdall që ta ruanin profetin sallallahu alaihi wasallam. Allahu shpall, Allahu ya'simuka minan nas. Allahu ka për të mbrojtë ty nga njerëzit. Kështu që i urdhëron profetit sallallahu alaihi wasallam që mos ta bëjnë më këtë veprim. Pa mos rrinë me rujt sepse mjafton Allahu, ai ka për të mbrojtë. Ky person nuk është një person gënjeshtar. Është një person domethënë që ka bindje të plotë dhe të palëkundur në Zotin e tij. Këto janë gjitha argumente të forta që ai ka qenë profet dhe nuk ka, pashallahu, nuk ka dyshim, sikur se tham, në bazat e imanit, në bazat e besimit nuk kalon Allahu vend për dyshim. Edhe nuk pranon vetëm sa ai që nuk do, vetëm sa ai që ndjek pasionin e tij. Argumenti i 6, feja e Allahut dhe përmbajtja e fesë Allahut është dëshmi, domethënë, për vërtetësinë e këtij profeti, se feja është është e plotë. Domethënë, është perfekte në çdo aspekt, qoftë në besim, qoftë në adhurim, qoftë në marrëdhëniet njerëzore, qoftë në moral dhe etik, çdo gjë feja është e përsosur. Dhe ky është argument i fortë, domethënë që ky burr sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ka pas ditë me shkruajt e me lexu, ka qenë i ndihmuar prej Allahut, pra ja ka çuar Allahu shpalljen dhe nuk e ka nxjerr këtë fjalë nga vetja sallallahu alaihi wasallam. Argumenti i 7 është Kurani. Kurani është dëshmia më e fuqishme dhe më madhështore për profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vetë Allahu thotë: a nuk u mjafton atyre që ne ta kemi zbritur librin që u lexohet? A nuk ju mjafton fakti që ne ju kemi sjell Kur'anin? Pashallahu, ai që e lexon Kur'anin dhe mediton për të, nuk ka se si, domethënë, edhe e lexon me zemër të hapur, nuk ka se si të mohoj apo të ketë dyshim. Edhe jo besimtarët në kohë profetit nuk deshen pashallahu. Pse thonin ato mos shkoni te ai burr? Mos e dëgjoni atë se ai të bë magji, edhe kur dëgjoshin ajetet e Kuranit mbyllin veshët. Pse? Se kishin frikë që jepte një ndikim në zemër. Se nuk donin me e besu. Ka që thjesht, ata nuk donin me e besu. E nga frika që kishin mos i jepte ky Kuran një ndikim në zemër, mbyllin veshët. Pra Kurani është prej argumenteve më madhështore të profetit sallallahu alaihi wasallam, pra për vërtetësinë e profecisë së tij sallallahu alaihi wasallam. Argumenti i 8 dhe i fundit, dhe me këtë do ta mbyllim inshallah, është përsosmëria e Allahut në cilësitë e tij. E ky faktikisht është argument për argumenteve të thella dhe të bukura
që vërtetojnë për profecinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zoti është i përsosur, Allahu është i përsosur në cilësitë e tij, në dituri, në drejtësi, në mëshirë dhe në urtësi. A është e mundur që një njeri të gënjej për Allahun, për krijuesin e gjithësisë, për 23 vite rresht, duke thënë se i vjen shpallja nga Zoti, edhe pastaj Allahu e ndihmon, e lartëson, i hap zemrat njerëzve dhe e bën që të fitojë në fund. Pra përhapet feja e këtij personi, nëse ky do të ishte, do thonë, person që nuk thonte të vërtetën, kjo vallai nuk ndodh kurrë. Nuk ndodh me një gënjeshtar. Nëse beson me të vërtetë që Allahu, nëse beson në Allah dhe beson që Allahu është i urtë, është i mëshirshëm, është i drejtë, është i plot fuqishëm, nuk mund besosh që Allahu e ndihmon këtë lloj njeriu. Shembull nga jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam, si e besoi Hatixha radhiyallahu anha. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam në ngjarjen e shpellës Hira kthehet i friksuar dhe shkon te Hatixha, çai thot Hatixha, jo vallahi, pasha Allahun, ty Allahu kur nuk lën humbje, kur nuk poshtron. Se e kishte besimin në Zot ajo që Allahu i ka cilësitë e përsosura. Pra, ai person që beson në cilësitë e Allahut, ai person që beson në Zot, që beson që Zoti është i drejtë, nuk mund besoj që Allahu ka për të ndihmuar një person në gabim. Edhe atij që e kuptoi dhe tha, ty Allahu nuk poshtron kurrë, pse kishte besimin në Zot, besimin e drejtë në Zot. Edhe ty nuk poshtron se ti je njëri i drejtë, o Muhammed. Ti e ndihmon jetimin, ti e ru lidhjet farefisnore. Ti bën gjitha veprat e mira. Si mund Allahu të poshtroj ty, kur ti ke këto cilësi të mira dhe Allahu është ai që është me emrat dhe cilësitë e tij dhe është i përsosur. Pra, përfundimi, nëse Zoti, pra krijuesi i gjithësisë, Allahu i plotfuqishëm dhe i ditur, do ta lejonte që gënjeshtrat përhapej përmes një mashtruesi, atëherë kjo do të ishte cënim në përsosmërinë e Allahut, gjë që është e pamundur. Allahu është i përsosur dhe përsosmëria e tij nuk lejon që ai të bëjë diçka, domethënë si kjo që përmendëm, të ndihmojë një person nëse nuk do të ishte në të vërtetën. Prandaj vetë cilësitë e Allahut, vetë besimi në Zot është dëshmi që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguar prej tij, për shkak se Allahu i dha, domethënë, atë sukses që i dha dhe që përmendet emri i tij sot e kësaj dite në gjithë botën pa pushim, sa herë që thirret ezani, sa herë që janë namaz, që janë të jat e kështu me radhë. Mbaruam për sot, vëllezër. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nëse ka një pyetje. Allah shpërblet më të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.